i orienton shërbimet inteligjente të tyre në drejtim të shqiptarëve dhe aktiviteti ose intensiteti vari pikërisht nga marrëdhëniet ndërkombëtare, nga marrëdhënia se si kishte perandoria osmane me Rusinë, çfarë kishte Anglia, Franca dhe Austro-Hungaria në atë kondërment të bënte, do thonë në mes të këtyre raporteve e bënte lojën Serbia, gjë që edhe i sjelli fitore të mëdha nga një precipat e vogël, shumë e vogël, arriti të shtohet dhe ta pushtoj pjesën më të madhe të Ballkanit qendror. Pikërisht atë lojë është duke bërë edhe tash, pikërisht në mungesë të dijes ose të vullnetit për të bërë diçka në të cilin politika jonë e jashtme e ka futur, e ka getoizuar praktikisht Kosovën dhe ata janë duke shfrytzuar këtë gjë për mrekulli. Jam në tekalim të minutazhit. Ardian, një koment të shkurtër për qëndrimin dhe deklaratën e kryeministrit Kurti në Angli. Nise të thuash më parë. Është ofenduese në radhë të parë për neve që jetojmë në Kosovë, se si kryeministri jonë zgjedh që gjithmonë deklaratat që kanë të bëjnë me mirëqenien e popullit ose të Kosovës i bën nga jashtë Kosovës. Dhe këtë radhë, zotri Kurtit ju desh të shkojnë në Londër që të na tregojnë neve në Kosovë që po shkojnë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, sepse nuk po arrihen koalicionet. Ai e deklaroi këtë gjë, ndërkaq ne kemi 7-8 muaj që e presim zotrin Kurti na i thot këto fjalë, ose të ndërmerr veprime ti krijoj institucionet, se kemi ngelur pengi i tij. Dhe ajo çka është çka i shtoi kësaj ose gabimi i radhës që ishte ofrimi i tij ndaj britanikëve për të marrë emigrantët të cilët ata nuk i pranojnë ose i refuzojnë. Ndërsa neve jemi 1.6 milion banor dhe në anën tjetër 14% e popullatës sipas raportit të Bankës Botërore vetëm vitin e kaluar kanë ikur nga Kosova. Dhe me çka do e popullojmë në Kosovën? Me burgazhi nga Norvegjia, nga Belgjika që ka hapur negociatat dhe me azil kërkuesit e Britanisë. Është një deklaratë për është thjesht në detyrë si kryeministër Ardian, vetet për të parë se si do të shkojë çështja e zgjedhjeve. Ardian, të falenderoj shumë. Me zotin Kajtazi dua të diskutoj. Falenderit edhe një herë Ardian. Me zotin Kajtazi dua të diskutoj në fakt një ngjarje që ka ndodhur gjatë ditës së sotme, të shtëna me armëzjarri jashtë parlamentit në Serbi. Bëhet me dije se është plagosur një person, presidenti Vučić e ka cilësuar si një akt terrorist, po ndjekim edhe pamjet pikërisht të disa të shtëna me armëzjarri që janë dëgjuar gjatë ditës së sotme, është informacioni përcjell nga Reuters. Akt terrorist, thotë Vučić, çfarë keni arritur të mësoni, zoti Kajtazi? Si duket, autokracisë zotit Vučić i ka ardhur fundi, është mbush kupa. Tani më Serbia po bëhet në shumë se 6 muaj. E gjithë Serbia ndodhet në këmbë, mirë po forcat të cilat e kundërshtojnë zotin Vučić ende nuk e kanë arritën atë pikën kritike. Është në rrezik pushteti i tij? Ende janë të ekuilibruara, ende Vučić gëzon mbështetjet e pala tjetër, të pjesa konservatore e politikës sërbe, të pjesa të kisha ortodokse sërbe, të shërbimet inteligjente sërbe që ka një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e politikës në Serbi. Opozita është duke përshkallëzuar në vazhdimsi reagimin, si duket ende nuk ka informata se a është kjo thjesht një incident apo ka qenë një diçka që është Pra është një akt terrorist që pretendon presidenti serb Vučić. Është kjo në fakt deklarata e parë e bërë, megjithatë pritet që hetimet të nxjerrin se për çfarë bëhet fjalë konkretisht. Duket kemi një shkëputje me ekspertin Kajtazi, pres një konfirmim nëse mund ta rikemi
të rikthehet në linjë për të vijuar edhe këto minuta të fundit, sa i përket pra po ndjekim pamjet, bëhet me dije se gjatë ditës së sotme ka pasur një incident jashtë parlamentit të Serbisë, janë dëgjuar të shtëna, një person ka mbetur i plagosur, ka reaguar menjëherë presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili e ka cilësuar si një akt terrorist. Konkretisht ai është shprehur, unë jam i pari që flas dhe kërkoj ndjes që do të më duhet të largohem nga një tubim i mrekullueshëm, pra të tubimi ku merrte pjesë, arsyeja është akti terrorist që ndodhi para asamblesë kombëtare dhe do të më duhet të merrem pak më shumë me këtë gjatë ditës së sotme, tha presidenti serb. Megjithatë nuk ka më tej informacione nëse bëhet vërtet fjalë për një akt terrorist apo ky thjesht është një pretendim i Vučić. Zoti Kajtazi, për ta përmbyllur. Po, dhe shta them se çdo gjë që do të presim një përshkallëzim të situatës në Serbi. Faktikisht opozita në Serbi nuk është duke u treguar e vëmendshme ndaj asaj çfarë janë duke bërë studentat. Ende kjo lëvizja studentore ende nuk ka një kokë politike e cila do ta orientojë lëvizjen e tyre. Ndërkohë që sa i përket raporteve me Kosovën, ata kanë njësi të specializuara që do të vazhdojnë të mirën me ne, ajo do të pavarësisht se çfarë do ndodh, ka një rrezik potencial sot për Kosovën? Rreziku, i vetmi rrezik potencial për Kosovën është acarimi i raporteve të Kosovës me Bashkinë Ndërkombëtare. Nëse Kosova mbetet pa mbështetje ndërkombëtare, potenciali i rrezikut dyfishohet, trefishohet dhe bëhet permanent. Përndryshe, nëse ne zhvillojmë një politikë të mençur, një politikë çfarë e kemi pas që nga fillimi i viteve të 90-ta, e gjithë kjo maqineri ushtarake që është në kufirin me Kosovën, e gjithë kjo teknologji ushtarake që po blihet nga Serbia, nuk do t'i duaj Serbisë. Me një kohë me një të ardhme jo shumë të lartë do të mbetet për skrap. Ndërkohë që do t'jetë serioze që se ne vazhdojmë me këtë mënyrë të bërjes së politikës së jashtme. E qartë. Zoti Kajtazi, faleminderit për kohën tuaj, kënaqësi tu kisha në Breaking. Faleminderit dhe juve. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.